Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. E tani, do të marrim disa mesazhe të orakullit të dashurisë. Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Mesazhet e orakullit të dashurisë për ditën e sotme. Jeni si kjo pemë e jetës, një femër e ndriçuar nga hëna dhe zgjedhjet në univers. Një femër sensuale, e zgjuar, intelekte, dhe do të bëni këtë udhëtim me të dashurin tuaj të zemrës. Keni pasur pak probleme tek pjesa e dashurisë, faleni dhe luteni. Falni gabimet tuaja dhe të tjerëve, dhe luteni që gjërat të ecin përsëmbari. Bëni këtë takim si Romeo dhe Julieta në këtë mrekulli. Takim që do të ketë një përputhshmëri midis jush në këta kolum paqësor. Dhe do të bëni një udhëtim të gjatë në këtë piramid drejt majës të kësaj piramide. Do të vi një bollëk financiar dhe një bollëk shpirtëror. Jeni një femër shumë pozitive që përshkoni energji dhe doni të sheshoni konfliktet me paqe, pa probleme. Pastroheni në këtë ujvar dhe dilni nga guaska ku jeni futur. Dhe pjesa e manifestimit tregon që ju manifestoni ëndrat për t'i bërë realitet në këtë oazë të mrekullueshëm. Në paqe dhe në vetmin tuaj, ju do t'ju vi kjo lidhje e bukur, e mrekullueshme dashurie shumë shpejt, sepse ju maturoheni dhe jeni shumë person që keni respekt për veten tuaj. Pra respektoni veten tuaj në këtë lidhje të konsolidueshme. Këto ishin mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.